Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu. Salavatet dhe selamet nga thellësia zemrës tonë në këtë natë madhështore. Ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu xhalla xhelaluhu me mirësinë e tij dhe me begatinë e tij na ka mundësuar që na të prezantojmë në shtëpinë e tij dhe ne ashtu të i recitojmë ajetet e tij, ku shpresojmë që ajetet e tij të zonë vend në zemrën tonë mas pari dhe të ndriçojnë shpirtin tonë e na të i meditojmë ato ajete, ato fjalë të Allahu xhalla xhelaluhu edhe të jenë si një ndriçim edhe në udhëzimin tonë e të i qesmi në praktikë e t'i veprojmë se me të vërtet fjala Allahu xhalla xhelaluhu është një ushqim i shpirtit që ta kënaq shpirtin nëse në to mediton, nëse je nga ata të cilët dëshiron që ta shijojsh me të vërtet se janë netët ku Allahu xhalla xhelaluhu na ka dhuruar mundësinë për të shijuar. Për atë pa humbur kohë në pak do të pushojmë e pastaj inshallah që edhe pak të mormi fuqi për në ibadet një ashtu. Na e lam një pyetje pezull prej promo. E treguam pyetjen kush i mëson emrat apo kush i din emrat e 10 sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të përgëzuar me xhennet, do ta merr librin inshallah me dhëbi Hanefi në trevat shqiptare mes teorisë dhe praktikës. Me të vërtet libër me vlerë që meriton ta lexon ai i cili i din emrat. Por gjithë na do të me lexu mirë, po ai që sonte ka përgatit mirë, inshallah e merr librin. Amo ai i cili është i përgatitur mirë edhe fort, pa u ngatruar, pa u kujtuar, me i rrëdhitur emrat. A i një të gatë shumë ajo. Sa vetë janë që i din? Jo, sa i e? 4? Apo, tamam. Ky vllai po. Tjetër kush? As kush tjetër si ka mësu? Edhe e nesi. Mes 3 vetëve, tamam. Kush o ma i vogël me ja fillu? Me vite. Atë nisim ti kush o ma i plak? Sot plak. Kush o ma i hesh? Ka di një vlla tjetër që i mon men? 4. Një 3-4. Atëherë ja fillojmë pite Jasini. Hajde Yasin, bismillah. Po? I tretë është Osmani radiallahu anhu. I katërt është Omeri radiallahu anhu. I pestë është Zubejri radiallahu anhu. I gjashtë është Abdurrahmani radiallahu anhu. I shtatë është Talha radiallahu anhu. I teti është Ibn Saudi ose Ibn Uvetase radiallahu anhu. Kush është i kjo? Kush është? Saglam, cili është kjo? Drejt mirë, nëse di. Saad ose Ibn Uvetase radiallahu anhu. Saad apo Saad ibn Waqqas? Saad. Nëmë është Zejdi radiallahu anhu. I Zejdi është Zejdi. Ju tjerët, a jini në dakord? Jo, s'për pak. Hajde të vëllam. Cilën? Ndashtë të rrëdhitja nuk është problem. Vetëm me i sjell ato 10, cilët janë. Emrat nëse i sjell tamam, nuk është problem. S'është problem, urdhno. është transmetimi se i gjithën Zejt, si ka përmendur det.
për gëzuar me xhenet. Tamam. Ato janë Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan. Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq, Tamam. Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Tamam. Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah, Zubair ibn Awami, Tamam. Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Tamam. 5 sekunda, si të me... Ibn Ubaydullah, E thova më herë. Hajde, ti... edhe Said ibn Zaid al-Shifun, në hukë që Cili ka hik? Jo, Said ibn Zaidin e tha, dhe një i ka hik më manak. Nuk është problem rënditja, se ka polemik. Ja i hiki edhe një. A i ka hika jo? Ha? Sa'd ibn Abi Waqqas. Kush e tha Abdurrahman ibn Awfi? Abdurrahman ibn Awfi hiki. Tash, hajde... Se vallëni. Po. Këthejnë ato. Këthejnë më shpejt. Këta jemi në ato. Do me thonë të tre nuk janë për të marrë librën, alo. Ngel libra këtu. Tamam? Ja, njëherë. Ha? Ha, si thoni? Ha? Adnonin, a është këtu ai që lexon libra shumë? Të tre e huqët. Një hoqë e pas mi që të në lishej. Shaikin është e ide, a do me i thonë ajo? Kush? Adnoni nuk e shoh, mos ka shku në shpi. Ka një pyetje shtesë, sa në qatë. Pyetjen të kishte thonë ky vllai komplet, edhe me transmetimin atëherë do mirë shë librën, se unë e pata qëllim me ju pyet edhe kush e transmeton këtë hadith, do me thonë. Normal se Said ibn Zaidi me një mirë po, ma shumë transmetime është për Abdurrahman ibn Aufit, tuj se për disa prej sahabeve kanë orë transmetime, e transmeton Imam Tirmidhiu. Tamam, Ebu Davudi e disa të tjerë, Imam Ahmedi edhe Ibn Hibani, po ka orë transmetimi shemëll, nëse ka orë për Said ibn Zaidit, transmetimi, në fund ky nuk e ka cejke emnin e vetë. Nëse ka orë për Abdurrahman ibn Aufit, ka thonë nëse do një au cejke në fund edhe emnin e vetë, Ebu Ubaida ibn Jarrahi e kështu me radhë, ka orë për dhe me thonë ma shumë transmetime për Abdurrahman ibn Aufit, edhe Said ibn Zaidit, Sa'd ibn Waqqasit, një ashtu. Po kjo është si transmetime, po transmetimet normal pite Tirmidhiu, Ebu Davudi, Ibn Hibani, Imam Ahmedi, këto dhe shetë ju vesi edhe kush e transmeton, do me thonë hadithin kështu normal, a mo që ja huqët të tres. Ha? Ja mirë, a petë mirë që e mërët gozimin, e në regull se tash pak edhe që moti e hupat. A ka kështu të forë që mundet pi fillim dhe në fond, pa problem. Ha? Ja dhe njerë, ja, nesër mu. Të tre bëni kompanija. Të tre, ha? Po s'dim si që të ndajmë librën. Ha? Po jo, sa i tham duke të radhite dhe që më emri hiki pak, apo? Kamo. Atëherë për nesër inshallah. Edhe një shansë ju e për nesër. Tamam. A di harroni një nesër. Hajr inshallah. Du t'ju të regoj një edhe një pyetje, apo?
Nëse mundet, ndëgjoni ja mirë që kush e gjen, inshallah dhe ta merr libër e re e mirë, Lulishta e dritave. Të më thonë biografia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo e njohur sikur ai nektari i vlosur i xhennetit. Të më thonë të cila është me të Mubarak Furit. Apo shumë libër e mirë me të vërtetë. Tamam? Kush e gjen pyetjen e merr këtë. Inshallah nuk e prishim, sikur po. Inshallah mendoj që nuk e prishim. Transmetohet dhe këto e transmeton prej dy tabinëve, njëri Uhejb ibn al-Wardi, rahimahullah, dhe Thabit al-Bunani. Mirë po këto që du të asjeli prej të Uhejb ibn al-Wardi, rahimahullah, këtë gjenë, këtë ngjarje me thonë, këtë transmetim të këtyre të cilët thanë se na ka arritur, se kështu ka ndodhur me një pejgamber. Tash ajo ka cekë emrin e pejgamberit, inshallah nuk e prishim që ta kuptojmë deri në fund. Tha na ka arritur neve një lajm. E gjen te libra Sifatu Safu ose te Talbis Iblis te Ebul Jawzit. Dhe një ashtu Ebu Nuaimin Hillatul Awliya e sjell këta që Uhejb ibn al-Wardi rahimullah tha na ka arritur se Iblisi, shejtani, i është shfaqur një herit një pejgamberi në formën e tij dhe i ka thonë atij pejgamberit dua të këshilloj diçka. E ky i ka thonë ti je rrenacak edhe prej teje nuk dua të marr këshill, se nuk mundesh me më këshillu. Po ka thonë më trego se ti si ja bën me Beni Adem, me bita Ademit, si ja bën, si vepron me të. Ka thonë bita Ademit të une janë 3 lloje. Ka thonë lloji i parë janë ata të cilët me të vërtetë janë të vështirë që mundin e japmi për të i lajthit, për të i mashtru dhe mundohem shumë derisa ta fusim në mëkat. Edhe pastaj ai kthehet, bën tobe dhe bën istighfar, dhe aq shumë bën istighfar dhe i kërkon Allahu xhela xhelalu falje sa që na shkon mundi poshtë. Mundohemi me lejthit, mundohemi me deviju, me fut në mëkat, me shtin në mëkat, e pastaj ai përsëri pendohet, kthehet te Allahu xhela xhelalu. E kjo me të vërtetë është pjesa e cila është shumë si këshill në veti, kështu interesant, që e kemi shansën subhanallahu në këtë kohë dhe në këto net që na të pendohemi dhe të kthehemi te Allahu xhela xhelalu dhe të kërkojmë Allahu xhela xhelalu falje për çdo sen, për çdo mëkat të cilën e ka kalu, se me këto ja thënë qafën shejtanit. Dhe thatë, të dytit janë ata njerëz të cilët luajmë me to sikur topi i fëmijëve. Si që dojmë na luajmë. Ku do ta çojmë, shkonaj. E largojmë pijami, largohet. E shtim në pinamazi, largohet. E çim në harame me njerë shkon. Çka ti thomi, si t'ja vendosim frenin, na e frenojmë si çdo na. Dhe i grojmë si çdo na. Ato lloj njerëz pa nuk i kemi problem. Tha dhe normal, pastaj lloji i tretë tha janë këto të cilët janë të mbrojtur pi mëkateve, pra pejgamber të Allahut tha me to normal që nuk bëjmë asnjë sen. E pastaj ky pejgamberi ju drejtua dhe i tha, ka mundësi ndonjëherë mua më ke mashtruar ndonjëherë ose ka ndodhur ndonjëherë diçka që me bo ka thonë vetëm një herë. E këtu ajo është poenta që me marr mësim, tha njëherë ka ndodhur, tha kur të patën servuar ty ushqim, tha une ta pata bër aq të lezetshme ushqimin dhe jam munduar që me ta shtu atë dashurinë dhe dëshirën dhe epshin për të ngrënë, derisa patë ngrënë aq shumë sa e patë tepruar hajen edhe pastaj atë natë nuk mund të më uqut që të falesh namaz. Nuk patë mundësi që të ngritesh të falesh namaz natë. Dhe të pengova nga dhikri, nga përmendja Allahut, nga kujtimi Allahut xhela xhelalu. Edhe ky pejgamber boni bej.
Tha pasha Allahun unë nga tash më kur nuk e fry barkun tim të lot. Pasi qenë ka kjo kështu. E Iblisi pastaj i ropishma tha dhe unë pasha Allahun më nuk e këshilloj asnjë pejgamber më pas teje. Te Thabit el Bunani tha ndryshe. Tha ju paraqit në ka ardhur lajmi se ju ka paraqit me një formë e cila i kishte një varse Iblisi, edhe kur e pa ky pejgamberi i tha, çka i kija ato varset? Tha, këto janë epshet me të cilët une i mbashtroj bita Ademit. Cilën do, mas si ato karta, cilën njona tjetërën e shfrytëzoj që une me ta dhe me thonë me i mbashtruar bita Ademit. Edhe pastaj i ceku këto tre llojet e njerëzve të cilët janë. Thjesht kjo na jep të kuptojmë se me të vërtet, po vëllezër, ajo e cila të pengon nga adhurimi i natës është dhe mbushja e barkut, ngopja e barkut shumë. Nëse hanë shumë, atëherë padyshim se do të flesh, edhe pastaj do të ka përtacia. Kur je i ngim, i kasoj, edhe e len, shkoj të xhamia rondësh, normal, typ muni, është problem. Meron sejdë përsëri typ muni, edhe diçka, do me thonë të largon prej asaj. E si të ftohesh një herë, pastaj e ki problem që të kthehesh përsëri. Pastaj janë mëkatet të cilët janë shkak që të pengojnë nga namazi i natës. Pra thuhet për njërin nga selefët e të parëve të dietarët e vjetër e kam qëllimin, ata të cilët ishin që adhuronin Allahun xhel xhelalu vazhdimisht natën, tha një herit e kam bërë një mëkat, tha dhe më ka ndodhur 40 net nuk kam mujtë më uzgjuar që të bëj namaz natë. Shkaki i mëkatit. Por atë gjithherë njeri duhet t'ia bën pyetjen vetit vet. Pse nuk jam prezent unë, e sidomos në këtë ton net ku fitohet në të shumë. A thua mos vallë mëkatet e mëdhaja që i kam janë duke më penguar që unë të bëj ibadet. Çka të mundon kur je në namaz që nuk të lën epshis të lën, nefsis u të lën, të vazhdimisht të pengojnë. Aty është çështja diçka që dhe shejtani ato ta zbukuron edhe pastaj prej kësaj të largon prej kësaj udhë. Pse? Se di se në to fiton. E të ata të cilët ai u pat betuar Allahu xhel xhelaluhu që në fillim kur e largoi Allahu xhel xhelaluhu, pse e largoi shejtanin në vëllezër? Prej mëshirës së tij. A e dini të gjithë apo? Ha? Për shkak një sejdës, apo? Për shkak një sejdë, pse se ka bojë largoj komplet edhe u bojë mallkum. E çka ta merr mendja nëse largohemi prej sejdëve, ku shkojmë pastaj? Mëshira dhe shpëtimi i Allahut është këtu. Një sejdë urdhnoi, ti bjen sejdës, ky është më i mirë, më i keq urdhën i Allahut. A ka thonë Allahu pik, s'ka më thonë nuk e di, nuk jam mirë, jam i smut, si jam në rregull diçka, da falem për nuk e di. Domethënë këto janë këtë arsye. Për një sejdë Allahu xhel xhelaluhu e preashtoi prej mëshirës së tij. E por atë nuk dihet se edhe ku të kapnon mëshira e Allahut. Bën vaki, vjen ndoshta hajt veç ta shoh se çka bëhet, qëndron në namaz, bën lutjet, kap mëshira, e një njeriu që është në xhami bën vaki i sinqert, na kaplon gjithë neve mëshira e Allahu xhel xhelaluhu. Për hatër dikujt na mëshiron Allahu xhel xhelaluhu e të falja të robët e mi të gjithë aty. Shpresojmë që Allahu xhel xhelaluhu të na ketë kapluar me mëshirën e tij. Por kjo është ajo e cila mos të bëhemi nga ato grupet që shejtani tha luajmë me to siç dojmë na. Te xhamia mundesh me kalu, po s'len me hi. Edhe çka kime lip atje. Shkon tjetër kun male, shkon gave, shkon luan gjithë natën atje këtu, s'u shfrytëzon. Kurse dikush tjetër e shfrytëzon, e kjo është poenta kush ku edhe pastaj te Allahu xhel xhelaluhu nuk janë të njëjtë. Te Allahu xhel xhelaluhu ta nuk barazohet ata me këto. Ata që kanë nejtur natën edhe kanë kërkuar shpresën e Allahu xhel xhelaluhu, mëshirën e Allahut, edhe kanë frikë ditën e ahiretit janë ndryshe prej atyre të tjerëve. Dhe na lutim që Allahu xhel xhelaluhu të na mundëson që të i bëjmë sejdë atij sa më shumë. Tash këto tre llojet e njerëzve ndoshta e keni ndëgjuar dhe mendoj se e dini kush është ky pejgamber, si e ka emrin.
Ha? Ja. Ejubi a.s. është që i ka pas sprova. Dhe me thënë ka qenë i smur me sprova. Sulejmoni kush tha? Jo. Muhammed a.s. Jo. Kush? A kredi përmendën Veç pak. Si thaj tjetëri? Kush tha Jahja? Ti apo? Bravo. Jahja a.s. Ordëna. Allahu që problem. Ky pra ishte Jahja a.s. Që ishte që bonte namaz natë shumë, edhe këtë këshill pra e merr që transmetohet normal prej dietarëve, domethënë tabiinët thanë ka arritur prej lajmeve të cilët domethënë kanë lajmëruar më herët, të janë lajme të cilët janë lajmëruar, kanë ato edhe nga librat e mëhershme, të cilët ju kanë treguar se kështu ka ndodhur kjo këshill dhe kjo mësim. Lutim Allahun xhela xhelalu që Allahu të na mundëson që të bëjmë adhurim sa më shumë, e inshallah nuk jeni lodh. Po, a bën edhe një pyetje të vogël. Këtu t'ju shkojnë këto talebet, nëse janë këtu, ata mund me ju shku. Edhe ja, sa këtu është i fort, mendoj shumë. Se është në çështje të xhuidit, nëse bën vetëm shkurt, me i cek emrat, cilat janë rregullat e nuni sukunit edhe tenvinit. Dispozitat, sa janë edhe cilat janë shpejt. Sa? 6? Kush ka 6? 2? Xhdemiri 6? Jo, Ajos. Kush tha 4? Cilat janë vëlla? Idgham, iqlab, ikhfa. Bravo. Idgham, idhar, iqlab, ikhfa. 4 dispozitat. Edhe pse libra e vogël, po inshallah për të zhvida pa t'ju pyeti. Tamam? Ha? E libra met. Libra mo nesër inshallah përsëri. Allahu ish problem.